Dhe ja, ku jemi këty të rubrika jone fundit, se di ju a jeni untu si on, po që kjo koha kur Lena janis me i bo gjonat, gati me i prej, me i qëru, kur e një këtë zhurmën, edhe janë me një erën, mund të në shumë. Po besoj këtë për juve që na jeni shikus të regull, vështë fjalla, e dini që rreth orës 18 Lena na jep një recetë mirë, kështu që bani gati na i letër ose telefon, shru në recetën, sepse është një super recetë që bëhet shpejt, e që është e shnetshme. Sot kena me gatu një sup kungulli. Mirë se erdhe, Len. Faleminderit shumë që edhe na ngin, edhe nuk na alen me shtu pesh, edhe na mëson me ushqy shnetshëm. Faleminderit që të herë që vëmë të gjane. A jemi në gjënës të mirë? Po, se cilin erë të majlum, tërë se kjo vish për shkëntu rritë. Që me mu ke po sukses nga që shumë, ta që ja ke njës me ka mërmona. Ka dalë dole. Sot ta që kena me gatu një sup të kungullit, nuk është që ka qenë shumë tradita tona, për vetë se viteve të fundit, kur nonat kanë fillu me ushqy ma shnet shumë fëmit, e kanë shti në meny supën e kungullit edhe recetat e kungullit. A është shtë? Po, është e vërtet, kungulli rallë është vidimi. Vidimi. Na i thonë vidim, si që ishtë nuk di si i thoni... Ose kungulli misirit. Kresështë ndugagje ma shumë i thojnë kungulli misirit, qylla, plot kovë, plot emrët të ndryshme, po rallë është njëtë si kungulli dimrit. Sepse është kungulli që qëndran, forma e këti kungulli është që qëndran, dhe më thonë, gjatë gjatë gjithë dimrit, nështë ta kemi, nëse di me rujtë mirë në vend, thot, ju në beton, ju në kontakt me metale, me kanë kërësisht në vend e terta dhe të thota, dhe në më rujtë shumë mirë. Më thonë, kemi thonë që kemi me mësu me shfrytëzu, dhe më thonë, vlera tash, se cilit përim që i kemi edhe të një të nko, më mësu se qysh mi rujtë edhe mi konzervu. Pritin para se me kalu, se the ruhet e që më stimesin bërgjë shikuzve, a ruhet vetëm kër është i pa prerë, apo si kur tash këtë sasin që kam betë që kemi prerë, si mund të a ruhet edhe kjo, apo duhet për ditë rritet me konsumu? I pa prerë ruhet në vendet të thota, me një diçka të leshtë, ose edhe nëse jashtë ose në balkona, po më mbullu me një diçka që nuk e prek drita, edhe nuk e prek toka, ose betoni, ose metali. Diçka e leshtë me një qka do që kanë, për shumë për para, i kanë rujtë në kosh, ta shë kemë pa mundën mi rujtë në kosh, për me qëndru sa ma gjatë. Pasi që kemi prej, për shambull, për shka kemi antor pak në familje, edhe një kungullit tilë, me njëherë nuk e muj me konsumu, unë e praktikoj këtu format një që kemi prej këtash, i marri shtim freze dhe i ruaj, edhe gjatë dimit i shrydzaj për supa. Do më thënë njëtën supë e përgaditi edhe gjatë dimit, do më thënë kështu veproj gjatë gjithë vjeshtës, edhe kër vjen koha që veç fillojnë, abden u bo vjeshta, unë i kam kungujt që i ruj për mi hongë kështu të pjekun, ose të zime, ndërsa për sup i kam të gatshme. Përveç që jashtoj pastaj perimet tjera. I kemi zgjedh frutat e perimet që janë me mas shumë t'i vlera ushqyse për mi trajtu edhe si tema, po edhe me diskutu në kuadër emisionit tonë. Prej perime nëse shega johën e kalu me ka që mbretresha, atër kjo është mbreti. Mësi me i todi. Kjo është mbreti i perimeve, sinqerisht për nga vlerat ushqyse që i përmban kungulli, vetë në gjyra e portokall, është sasia lartë e beta-karotenit, që është forma aktive e beta-karotenit, që shëndrohet në trup vitaminën A dhe ndikon ti për mirë në komplet organizmin, sidomos veçanërisht e kësyt, qëndeti i syve. Mos flasim për fibrat që i ka, mos flasim për sasinë e kaliumit edhe mineraleve të shumë të rëndësishme që i përmban, më thonë për imunitetin, për metabolizmin, për shëndetin në përgjësi edhe të mikrobiomës kungulli është ideal. Sot kemi përzgjedh me këto vlera ushqyse të kungullit, mi kombinu bashkë me karotën, që e kemi thënë sa herë që edhe karota përmban vlera ushqyse, fibra, antioksidant, minerale, që janë shumë të mirë për shëndetin e zemrës, muskujve në përgjësi për imunitetin, qepen si antibiotik natural, edhe patatën, gjithashtu e dim edhe vlerat e patatës sa heri kemi diskutu, në këtë rast na për erza kena me shtu shafranin, biberin e zi edhe gjithën e dafinës. Të këto janë për shije më shumë? Këto janë për shije edhe si pas dëshirës. Normal krep, si pas dëshirës, krejt kjo buhet një kombinim ideal, një sup e dimrit, që më thonë ka me qenë bum për organizmin. Gjithashtu, më thonë
Kemi me shtu edhe kolagjenin. Po, erdha me marrë. Vazhdo, Lenë, që kemi pregadit, e kemi pas edhe procedurën në kuadër të emisionit tonë, se qyshe kemi pregadit kusht është të pije kolagjenin, so dhe kemi pru një sasit kolagjenit që kemi rujt në shpetë. Prej ngrirjes së thellë ka marrë Lena, një pjesë të kolagjenit. Është një sasi e kolagjenit që e kemi rujt për me përdor për supë. Komplet se si bëhet kolagjeni, procedura, si realizohet, si miret, si zhuhet, si përdoret, e kërkoni tek familja jonë, vetëm shkruni kolagjeni dhe ju del video e Lenës. Nëse jo, mund të gjeni edhe tek faqet e Lenës me Lenën në Facebook dhe Instagram, dhe her pasire disa postime i ka dhe në YouTube që ka filluar tash të mirëboj, por e gjeni Lenën edhe në TikTok. Edhe mund të merrni recetën. Me na kontaktu edhe tjetër ja dërgojmë qoftë prej familjes tonë, qoftë prej neve. Arsyeja pse të gjitha perimet i bani gati, i pastroj, i koptoj, përveç qepës, ishte sepse ta spjegojmë Lenë, ose më mirë shpjegoj e ti si profesioniste. Ideja është që mos me lunë shumë të hapun qepe, për shkak që mos mi marrë edhe vlerat, po mëndaj mos me marrë edhe mikroorganizma në ambient për rreth. Krejt perimet momentin që prehen, fillon mu degradua e pjesa e enzimave, po qepa ka këtë proces pak ma shpejt. Kështu që qepën, sa herë që e përdani dashur meq, procesin e fundit e leni me fillu me qepën, sepse qepa sa po të toptohet duhet më njëherë të fillot procesi i zires ose i fërgimit, si do që keni me realizu ose punu me to, sepse nuk lihet kështu e coptuar, të qëndroj, përveç që merë mikrobet e ambientit ku jemi, i humbe dhe vlerat të cilat i ka si që konsiderojmë dhe njohim si antibiotik natural. Fillimisht unë e qepë, pëqes qepën, pas taj karotat, nëse do një karotat mu zbut ma shpejt ose mu bo supa ma shpejt mu me fillu direkt me qepën edhe me karotën, po këtë rast na po dojmë me bo gradualisht, kungullin, edhe krejt këto shte për pak, nashta 10 minuta, me vaj ulliri, për mos me arrit temperaturë jo shumë të lartë, mos me arrit 200 gradë që vaj ullirit me i hup vlerat, vetëm për shkak të shijes. Se në këtë rast i merë melmesat po më në shijen edhe vlerat e melmesave i merë ma shpejt. Shafran sa i vendos? I shtojmë shafran një lugë të mesme, ose si pas dëshirës, për shamu unë e shtoj so ma shumë ma mirë, realisht për shkak fëmive. A gudzojnë shafran me përdor prej? Unë e shfrytëzoj supën me kungull për shkak që nuk shihet ngjyra, se nëse ja ndrojmë me shafran ngjyrën, atë normal që fëmijët e kanë problem. Çfarë veti ka shafrani, Lenë? Shafrani është antiinflamator, është një ndër antiinflamatorët më të fuqishme. Na e dim që për çdo sëmundje vjen si pasojë një inflamacioni, edhe normal që në këtë rast shafrani është një antiinflamator shumë i fuqishme, është antioksidant, edhe ka edhe shumë vlera, po veçohet kryesisht si antiinflamator të personat që vujnë nga problemet reumatizmale, nga dhimbjet e kockave, tashmë veç ndryshimi i motit edhe i kohës veç është aktual të problemet reuma edhe në mua avancu edhe shqetësime dhimbja, inflamacioni, shafrani është ideal me shtu në çdo recetë. Më thonë, bilës mrena ditës pa tjetër një lugë shafran. Qoftë na e kemi thënë edhe me kolagjen, edhe me qumsht, e kemi bua dhe recetën, qoftë çfarë do forme, ose me shtu në gjella. Oke, shafrani si formë çaji, a është e vërtet që ndihmon në rregullimin e gjumit? Nëse është forma e dur, edhe është, po më nej shafrani original, se din me kanë edhe në formë qesëm, që mos me kanë i fresk, me kanë i përzime me diçka tjetër. Ndikon sepse ullë inflamacionin në zorë. Momentin që ullet inflamacionin në zorë, rritet prodhimi melatoninës fillon më stabilizua dhe në këtë rast gjumi është maj mirë. Kemi shtru edhe gjethën e dafinës që dim si antiviral, antimikotik, antibakterial, dhe më thënë ka vlera shumë të mira ushqyse, me dim që është koha e virozave, gripit, dhe dafinën e kemi kështu... Dafinë mojë? Po, e kemi qelës edhe për qaj, edhe për supa, edhe kudo që mujna me shtu, unë e pa gjithë dafinë gati asë një gjellë nuk e bëj. Në këtë rast i shtojmë edhe biberzi, në atash nuk e kemi ato, po përshtojmë kështu, masi veç kemi me blu
Kemi pas biberin e zi plukën, po... E kemi pas, po për momentin nuk e gjeta. Nuk e kemi, a? Po s'ka problem, i shtojmë kështu se kemi me blu. A dalën këshita lypi? A bëm pak biber. Ka qulena, a më duhet pa tjetër biber zi për shkak të shafranit, sepse në momentin që shtojmë edhe biberin e zi, atër ndikon mi përthith vlerat e shafranit. Edhe vaj, edhe ujën ja vendosim me njëherë, apo e lëm njëherë me e luem vetëm pak në zjarë. 5 minuta, po më dhejnë temperaturë, masi që është nëzhe komplet temperatura, maksimumi 7, vetëm sa të t'i merë, më thënë, vlirat e melmesave. Nuk e përzin e lënë kështu njerë? Jo e përzin. E shtojmë edhe sasin e kolagjenit, edhe uje. Nëse s'kanë kolagjen, Lena, mundën me shtu nëj top mishë, po, mundet mish, po me zi para prakesht, po bën edhe pa mish. Se ka gogja veti ushqyse. Se zakonisht kjo preferuat si pjote por, supë dhe normal boza me kanë diçka me mish, po sidomos tek fëmijët që po edhe të triturit, për shkak që s'kemi ku, do shta me marë sasinë e mjaftueshme, të mishit, të llojeve ndryshme gjatë ditës, me kolagjen i marrim edhe vlerat ushqyese, minerale, vitaminave, po të njëjtën kohë për shembull dhe marrim kolagjenin natyral formën më të mirë. Në qartë. Edhe më të padukshme realisht, se nuk e shohim edhe nuk e vrejmë, po. Edhe sipas shijes. Me uzi? Tash këto e lojmë me zi, afërsisht 20-25 minuta derisa veç që në zbut karotat. Momentin që zbuten karotat, atëherë konsiderojmë që janë bo krejt tjerat, për shkak që janë pak ma lehtëzishme. Po, për ndryshe për krejta ata që e pëlqenë supa me qenë ma kremoze, ma e trosh, i qesin ma pak ujë. Për ata që e dojnë supa me qenë pak ma e hollë, jo ashtu sasi kremoze, i shtojnë ma shumë ujë, edhe bën për ma shumë persona pastaj. Kjo për e presim me uzi, pra. Atëre presim me uzi, po. Dhe jemi kthy pas gati 20 minutav, afërsisht, jo mundeni me lanë edhe në temperaturë matë nga dalë, na e ngotën pak për shkak të hapësirës, ofsajra e mirë Viviana. Kesh të thashë që jam 7 zonë. A mos tash ta jap dy pjesë. Edhe tash kjo procedura që Lena ma ja privilegjin mu. Të gjithë rrugë kisha të veta ma shumë se të mijat. Me blu. Do me thonë. Dhe me thonë, kjo sasia supës që ka përgatit Lena sot është ma kremoze. Mënona qështë? është ma kremoze edhe për ata që dojnë. Edhe njëherë me cek Lena, ata që kanë qef super pak ma të hollë, ma të lëngshme, thjesht i shtoni ujë ma shumë, edhe kjo bëhet ma e lëngshme. Madje edhe nëse pas bluar, ja si duket shumë kremoze, mundeni ujë të vluar, me i shtu, me zi veç 1 minutë me atë sasiturit. Edhe pak me zi po me sasiturit, të mjaftan. Qa kisha dosh diçka tjetër me theksu, që është shumë e rëndësishme, nëse veç doj me pregadit sasit supës ma shumë, edhe për me shfrydzu 3 ditë e arshme, atër kështu të nëzit, pa e morë prej kësoj, me qitë në përpjota, me qitë në kavanoz shilqit, e me mbyllë njërë hermetike, dhe muj me lom pak muftofi jashtë, edhe rujmë frigorifer deri në 3 det. Njëjtën e nëzirë, i shton uj, për shema muj mundën lëng ujt kockave, ose ujt mishit, edhe jashtë në sasinë e supës. Më thanë, është ideale edhe zgjidhje shumë e mirë, sidomos për sezonën e dimrit, që edhe na duhen ma shpejt mu pregadit qanën. Dhe me tha këto dallohet se sa kremoze është edhe aromën e ka fantastike. E vaj u lirën si shtoj Lenë. Unë i shtoj zakonisht edhe biber për me rritë sasin, se normal aty kemi shtu pak, për me rritë sasin e ndynave të qëndetshme, unë i shtoj edhe vaj u lirë. Tepër e mirë. Fantastike. Dhe me thonë supa jam e preferuar është supa e kungëve.
Kur të shkojnë Lena, ja qesim edhe pak krip. Se i ka gjithë shumë pak. So kështë dhe diskutu pjesën e kripës, Sara ka krip. Zakonisht nuk ju shtoj asën shumë, ama ti kushton shumë pak. Shumë e vërtet, që e shumë pak krip. Ta pak, ndojme me juve. Edhe u Lena edhe një pytje, veç pak. Këtu forat, a ti shurdojnë vesht? Jo që ti shurdojnë vesht, po të ndikojnë pozitivisht, për që ndrem, edhe memorje, që atë ofër të truni, ofër veshve, për shkak se përmbojnë sasi shumë të lartë magnezit, përmbojnë kalium, përmbojnë minerale dhe vitamina që ndikojnë shumë mirë edhe në qarkullim në gjakut, edhe sasja magnezit që përmbojnë ndikojnë shumë mirë në tru, në muskojt përgjësi, edhe është bon për imunitetin. Kështu që është të sigur mu përdorët e fmit dhe të të rriturit të 7 zonash. Që pa vëzvese si nuk t'i shërdojmë vesh. Traum, do me thonë, traum fëmijërore. Gjithë s'na kalon gjysha, nona nuk bën mi hongër forat e vidimet se t'i shërdojmë vesh. A moshtë gjithë, me traum kjo. Mendoj që e kam bo gras, si ju kam fëllqimi hongër për veti. Moj gra që erdhan ditë juja. Ta shpihohën ti za fmive, e vi thamë aty në mësjani, po do me tha milion me hongër. Milion me hongër, edhe pa mi pjek, nashta pak ma të shpeshme. Po, pa tjetër mi pjek. Okej, Len, faleminderit shumë për këto informacione, edhe për korreshtin ndaj shërdhimit të veshve. Super mundenim recetën me gjetë në rrjetet sociale tonat, po ashtu edhe mundenim me shkru Lenës për ndonjë me shtu me hek diçka nëse keni ndonjë dikujt si pëlqen shafroni, dikujt ajo, që ka mundi me shtu. Len, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi prap. Të pashtë. Mos harroni Lenën e gjeni në Facebook dhe Instagram në faqen e saj me Lenën, edhe në TikTok, me të gjitha videot, recetat, shkrimet, fotot të cilat me papërtesë i ndan, edhe ju të dashurme që doni me shtu pesh, ose ju të dashurme që doni me hum pesh. Të gjitha menyt ushqimore edhe për juve Lena i ka individuale, vetëm mjafton t'i shkruani dhe t'ju përgjigjeni pyetjeve që ju bën Lena, edhe për një kohë shumë shkurt mund të arrini qëllimet tuaja. Nga ky moment ne ndojemi, ju lënë shoqin e Kanal Deçit. Faleminderit shumë që jeni çdo herë me familja jon. Mos harroni, çdo të diel jemi në ora 16 bashkë, ndërsa që në rrjetet sociale 24 orë pa ndajemi bashkë. E këtë supën, po e marrë çështë, që përveç që bivera e mirë, është edhe shumë e shishme, provoni pa tjetër sot, me njëherë edhe dërgana foto se si ju ka dalë. Ju boftë mirë, mirë mbes që dashur mes.